Në një vend ku drejtësia reformohet më shpesh se ndërrohen qeveritë dhe ku çdo krizë mbulohet me fjalën rilindje, emri Fatmir Metaj është kthyer në një simbol të pandryshueshmërisë së sistemit të kalbur që gërryen themelin e shtetit shqiptar. Një funksionar me një të kaluar që do duhet kishte mbyllur çdo derë publike për të, por që sot vazhdon të mbajë një nga postet më delikate të administratës shqiptare, drejtor në IKMT-n qendrore në Tiranë. Dhe pyetja e madhe që ngrihet është: si është e mundur që një njeri me histori penale me lidhje me firmat piramidale të 97-s, me dënime gjyqësore të formës së prerë, të vijojë të jetë në krye të një institucioni që ka në dorë vetëm mbrojtjen e territorit dhe zbatimin e ligjit? Shumë shqiptarë kujtojnë ende vitin e zi 97 kur Mira familja humbën gjithçka për shkak të mashtrimit masiv të firmave piramidale. Aty fillon edhe rrugtimi i errët i Fatmir Metajit, përmendur nga ish investitor dhe dëshmitar, si një nga drejtuesit e terrenit të disa skemave mashtruese në jug të vendit. Sipas të dhënave zyrtare dhe dëshmive të përmendura në median e kohës, ai ka qenë aktiv në menaxhimin e parave të qytetarëve, të cilat më pas u zhdukun pa gjurmë si vetë përgjegjësit. Një dekadë më vonë ai del sërish në skenë këtë herë si funksionar në shtet dhe jo në çdo zyrë, por në IKMT, institucionin që ka për detyrë të luftojë ndërtimet pa leje dhe kaosin urbanistik në Shqipëri. Ironike, më shumë tragjike. Sipas burimeve të sigurta, Fatmir Metaj është dënuar disa herë nga gjykatat shqiptare. Vendimet janë të qarta dhe të pakundërshtueshme, ndalim ushtrimi i funksioneve publike për një periudhë të caktuar. Por Metaj nuk është një emër i zakonshëm, ai është njeriu i dur për sistemin e gabuar. Vendimet gjyqësore nuk e kanë ndalur dot, ai vazhdon të komandojë IKMT-n, të firmos dokumente, të mbikëqyr prishje selektive, mbi të gjitha të mos zbatoj asgjë që cënon interesat e atyre që e mbajnë atë karike. Në një sistem ku drejtësia duhet të ishte vija e kuqe, ajo është kthyer në një pelerin transparente. Vendimet gjyqësore në Shqipëri, nëse nuk kanë bekimin e partisë ose miratimin e klanit, janë letra që zverdhen në sirtarët e institucioneve. Në drejtimin e Fatmir Metajit, IKMT është kthyer në një institucion me selektivitet të frikshëm, nuk funksionon mbi bazën e ligjit, por mbi bazën e telefonatave dhe interesave e korrupsionit. Në jug të vendit nga Vlora në Saran, ndërtimet pa leje lulëzojnë në mënyrë të frikshme, disa shkatrohen publikisht për kamerat, të tjerat ato që kanë leje gojore nga drejtori rriten kat pas kati si simbole të paprekshmërisë, favori dhe korrupsioni. Shumë burime në terren e përshkruajnë drejtuesin si komandant të heshtur të korrupsionit të betonit. Sistemi i ndëshkimit të ndërtuesve të paligjshëm nuk zbatohet për të gjithë, por vetëm për ata që nuk pranojnë të hyjnë në lojë. IKMT, që në teori duhet të jetë institucioni i zbatimit të ligjit, është kthyer në praktik në institucionin e pazarit të heshtur, dhe në krye të këtij pazari është ujku i vjetër Fatmir Metaj, që nuk njeh pengesë, nuk njeh ligje dhe mbi të gjitha nuk njeh turp. Nëse Shqipëria ka ndonjë shpresë për një të ardhme më të ndershme, ajo nuk mund të ndërtohet mbi themelet që drejtohen nga njerëz si Fatmir Metaj. Të rinj që emigrojnë çdo ditë më shumë nuk largohen vetëm nga papunësia, por edhe nga ndjenja e thellë e padrejtësisë. Kur shohin që njerëz me të shkuar të errët jo vetëm nuk ndëshkohen, por gradohen e mbahen në pushtet me krenari nga të njëjtat struktura që flasin për moral dhe reforma. Drejtësia, nëse dëshiron të ruaj kredibilitetin e saj, nuk mund të mbyll syt përballë një rasti si ky. Ministrit përkatëse, institucionet e kontrollit, prokuroria, avokati i popullit duhet japin llogari pse një person me dënime penale dhe histori të errët vazhdon të komandojë një institucion kaq të rëndësishëm, sepse në një vend normal, një drejtues i dënuar për korrupsion largohet me turp. Në Shqipëri ai rizgjitet me broritje. Siç e mbyll artikullin e saj In Front Albania, Fatmir Metaj nuk është një emër, është një sistem. Dhe për sa kohë ai është në detyrë, askush nuk mund të flasë seriozisht për luftë kundër korrupsionit.